Bashkimi Evropian përmes prononcimit të një zëdhënësi ka mirëpritur zhvillimin paqësor dhe konkurrues të zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe ka shprehur pritjet që edhe raundi i dytë me 9 nëntor të zhvillohet në të njëjtën mënyrë. Këtë reagim për kohën e ka bërë zëdhënësi i BE-s lidhur me zgjedhjet lokale, rundi i parë së cilave u zhvillua të dielën në Kosovë. Të dielën, populli i Kosovës ushtroi të drejtën demokratike duke votuar në rundin e parë të zgjedhjeve lokale. Ne mirëpresim zhvillimin paqësor, konkurrues dhe inkluziv të këtij rundi me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve, si dhe mbulimin e lirë, të drejtë dhe inkluziv nga ana e mediave, gjë që ka kontribuar të ketë një proces transparent zgjedhor, ka thënë ky burim i Bashkimit Evropian. Për ato komuna ku kryetarët janë zgjedhur në rundin e parë, ne bëjmë thirrje për një certifikim dhe implementim të shpejtë të rezultateve të këtyre zgjedhjeve përmes një tranzicioni të rregullt të pushtetit lokal, thuhet mëtej në këtë reagim. E për ato komuna ku do të zhvillohet balotazhi për kryetar, ne bëjmë thirrje që të ketë proces të njëjtë, paqësor, konkurrues dhe inkluziv edhe me datën 9 nëntor, thuhet në fund të reagimit nga Bashkimi Evropian. BE-ja në Kosovë, me ftesë të presidentes Vjosa Osmani, kishte dërguar edhe një mision monitorues të këtyre zgjedhjeve lokale. Ata ndodhen në teren dhe do të raportojnë po ashtu për mirëvajtjen e procesit zgjedhor. Për KTV-n nga Brukseli, Augustin Palokaj.